Jozi bën deklaratën e fortë që prej ditës që Jozi është rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP me anë të zgjedhjes së gjestit nga zarfi i valixhes së tundimeve dhe televotimit nga publiku, duket se në raport me Loredanën asgjë nuk po shkon si në fillim. Çdo ditë të dy banorët mundojnë të sqarojnë me njëri tjetrin për marrëdhënien e tyre, por nuk i kursejnë ironitë dhe përfundojnë në deklarata të forta për secilin. E tillë si ajo e Jozit, kur ju shpreh Lorit se ti nuk je femër për mua, pjesë nga biseda. Loredana: puthje të vjedhura. Jozi: nuk po them asgjë. Loredana: unë nuk ta ktheja. Jozi: nuk po them asgjë. Loredana: ti e meritoje që të thoja manjak që atëherë o Don Juani. Jozi: ti je manjake. Loredana: unë? Për çfarë arsye? Jozi: sepse ke qëndruar e tillë. Loredana: çfarë po thua? E shikon që ti del blof me mua? Jozi: nuk dua të flas. Lori: nuk dua të flas sepse je vajzë dhe dua të respektoj, dua të të vlerësoj dhe mbaj pozicionin tënd. Mos vazhdo me mua po të them. Mos u mundo me fol me mua. Loredana: çfarë? Jo, ti je niveli fundit i planetit dhe i çunave turp. Ola turp. Mirun po ti shoqe. Mëtej Jozi bën deklaratën e tij duke thënë: dobësia e burrit është gruaja, ti nuk je femër për mua. Loredana ja ktheu: edhe ti nuk je djalë për mua. Do thosha burr, por ti nuk je, vetëm turpin e ke tamam. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.